Martesa në xhami Sara Gjordeni e sqaron për publikun, nuk jam konvertuar në fen islame. Sara Gjordeni dhe Bardhi u martuan në xhami gjatë muajit të Ramazanit, sipas riteve të fesë islame, besim të cilit i përket këngëtari. Duke folur pikërisht për këtë, Sara, e cila i përket besimit të krishterë ortodoks, deklaroi se ishte pikërisht toleranca e besimeve që e bënte të veçantë lidhjen e tyre. Bardhi ka patur dëshirën vitin që shkoi, por të gjithë e dim se sa intensiv ka qenë viti i kaluar dhe kjo ishte arsyeja pse e shtym kaq shumë. E pam që pati kritika, na than, po ju keni fëmijë, megjithatë ne nuk kemi bërë asgjë, të cilën Hoxha nuk na e quajti që ishte në rregull, kështu që për sa kohë ne kishim fjalën e tij që gjithçka që ne po ndiqnim ishte e sakt, opinionet nuk vlenin shumë, deklaroi Sara në një intervistë. Nuk ka rëndësi fare besimi i tjetrit kur vjen puna tek rutina jon, tek ëndrat tona, tek dëshirat tona. Duket se kemi respektin të instaluar tek njëri tjetri. Sa i përket besimit, nuk është se unë dhe Bardhi kemi vendosur njëri tjetrit rregulla që shiko, ti do të bësh këtë, sepse besimi im nuk e toleron pohoj ajo. Martesa në xhami sigurisht që ishte diçka e çuditshme. Unë nuk kam qenë asnjëherë në praninë e një hoxhe apo një xhamie, sigurisht kam kaluar goxha kohë me njerëz të besimit musliman, pasi nëna ime e ka komplet familjen që i përket këtij besimi. Sigurisht kam parë Bardhin të falej apo të lexonte Kur'an. E gjithë eksperienca ime ishte paqësore dhe më dha një ndjesi shumë të mirë. Gjatë kohës duke kryer ritin Hoxha, na dha një leksion, atë që duhet të dinte burri dhe atë që duhet të dinte gruaja, secilit nga një fjali, dhe sigurisht ishin gjëra që na bënte të reflektonin dhe më pëlqeu shumë. Potencoi zhbanorja Big Brother VIP Albania. Sara po ashtu e konfirmoi edhe një herë për publikun, nuk është konvertuar në fen islame, ndonse u aludua shumë në internet pas 2 fotografive të publikuara të martesës, ku ishte e mbuluar me shami. Përveç kësaj, ajo po ashtu bëri të ditur se do të jetë pjesë e një projekti në televizion në rolin e moderatores me një tematik të veçantë.